tjetër. Asalamu alaikum, sa herë duhet të falim namaz istihare për një çështje? Mjafton një herë apo duhet të falur disa herë? Namazi istihares do ta sqaroj për shkak se ndoshta ka prej shikuesve nuk e kanë parasysh se për çfarë bëhet pyetja. Namazi istihares është një lloj namazi të cilën besimtari ja vlen apo duhet ta fal, është e preferuar ta fal në ato momente kur është përballë një situate, ka disa alternativa dhe nuk di cilën ta zgjedh. Mund ta marrim si shembull nëse i ofrohet një punë dhe nuk e din a është hajër për të marrja asaj pune apo jo, ka me udhëtu në një vend, nuk e din se a ja vlen të udhëtoj apo jo, ose edhe don të martohet, nuk e din se a është e hajri ta merr për grua filan vajzën e kështu me radhë. Pra momente të dilemave kur nuk ka mundësi të zgjedh apo e ndin veten si një lloj do të jo qëndrueshmërie të di se cila është më e drejtë për të. Dhe në këto momente i preferohet muslimani që ti fal dy rekate namaz, sikurse që falen nafilet në përgjithësi, dhe pas namazit ta bëj lutjen e istihares, është një lutje veçantë për cilën thonë shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se i dërguari i Allahut lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të na mësonte atë sikurse na mësonte surrat e Kuranit, dhe kjo lutje gjendet në librin Mburoja e muslimanit që tashmë pothuajse gjendet në të gjitha shtëpitë e muslimanëve dhe aty mund ta gjejnë shikuesit, e atë pas namazit me lexu dhe me u drejtu Zotit që o Allahu im, nëse është hajër kjo punë, atëherë mundsoma ta bëj, nëse është sherr me largon nga ajo, dhe kështu bëhet i mbështetet Zotit madhërisëm që t'i jap sukses në zgjedhjen e asaj që është më mirë për të. Dhe kjo është e preferuar dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka nxitur vazhdimisht ta bëjmë praktik të jetës sonë. Kurse pyetja konkrete se a duhet përsëritur këtë namaz apo mjafton vetëm një herë, themi kjo varet prej situatës edhe prej rrethanave. Nëse muslimani fal namazin istihare dhe ende e ndin veten jo të sigurt dhe është nuk din se çfarë të zgjedh, edhe nëse e ri përsërit, nuk ka gjë të keqe, i lejohet, madje qoftë edhe disa herë, nëse koha është më e gjatë edhe dilemat i shtohen e kështu me radhë, atëherë i lejohet me e ri përsërit, dhe kjo është më e drejtë për arsye se vazhdimisht kërkon apo është më i vendosur në lutjen e tij ndaj Zotit madhërisëm që t'i jap sukses atij ta zgjedh atë që është më hajër për të. Po sa i përket kohës, ka ndonjë kohë të preferuar kur duhet të falet? Në lidhje me kohën se kur preferohet të falet ky namaz, nuk ka ndonjë kohë të veçantë. Pra nëse falet pavarësisht çfarë dite, çfarë momenti, gjatë ditës nuk ka gjë të keqe edhe gjatë natës, pra nuk ka ndonjë kohë të saktuar që preferohet të falet. Në çfarëdo momenti që falet i lejohet. Pra kurdo herë që shetën. Po, kurdo herë që e ballavaçohet me një problem edhe dëshiron me fal, i lejohet me fal. Vazhdojmë tani me pyetjen